Pas atentatit të 4 gushtit 1999, Fatmir Haklej u transportua me helikopter drejt spitalit ushtarak të Tiranës. Njeriu më i fuqishëm i Tropojës i kishte mbjetuar dhe një herë tjetër vdekjes, edhe pse këtë radhë ju afrua më shumë se kur. Ai nuk vdiq edhe pse i minuan gati 1 kilometër rrugë, duke u kthyer në një patate të nxehtë në duart e pushtetarëve të majt. Sapo mori ndihmën e parë mjekësore, forcat speciale rrethuan spitalin ushtarak dhe kryen arrestimin e tij. Ministri i Brendshëm i asaj kohe Spartak Poçi qëndroi për 48 orë pas arrestimit të Haklejt jashtë Tiranës. Ai u tha të afërmve të Haklejt se nuk e dinte kush kishte urdhëruar arrestimin e Fatmirit. Pavarësisht se ishte i akuzuar i kryesor për vrasjen e Azem Hajdarit, dhe deri në mëngjesin e 4 gushtit kishte qenë një oficer i policisë, për Fatmir Haklej u gjet si shkak një urdhër arresti i lëshuar nga prokuroria e Mirditës dhe e miratuar nga gjykata e Pokët i Rrethi, në lidhje me vrasjen e Shaqir Hoxhës më 9 janar 98. Qeveritarëve të majt në Tiranë u kishte mbetur dopjo gjashta në dorë dhe nuk dinin çfarë të bënin me të. Nëse Fatmir Haklej mbetej në burg, telashet ishin të mëdha. Mjekët e spitalit ushtarak paraqitën një kartel shëndetësore ku thuhej se plagët që kishte marrë Haklej në kokë mund të kuroheshin vetëm jashtë vendit. Në të kundërt, jeta e tij nuk kishte shpëtim. Autoritetet italiane u treguan të gatshme për të marrë përsipër transportin dhe kurimin e tij përtej detit. Por kokat e shtetit në Tiranë nuk donin që Haklej të largohej jashtë vendit dhe të hapte sërish telashe. Ministri Poçi deklaroi se kishte biseduar që Haklej të çohej në Turqi. Por disa ditë më vonë kjo mundësi rezultoi një bluf për të penguar largimin e Haklejt drejt Italisë. Më pas ishin diplomatët gjerman që ofruan një mundësi mjekimi të Haklejt në vendin e tyre. Në këto kushte, pas 44 ditësh qëndrimi në arrest, Fatmir Haklej u la i lirë, duke vënë si garanci pasurore kullën e fortifikuar në Kërnaj. Opozita sapo mësoi për lirimin e Haklejt, u hodhë dhe një herë në sulm duke akuzuar socialistët se kishin liruar nga burgu vrasësin e Hajdarit. Berisha akuzoi shefin e Shikut Fatos Klosi dhe prokurorin e përgjithshëm Arben Rakipi, duke thënë se kishin realizuar rikthimin e Haklejt në liri. Në të vërtetë, Fatmir Haklej u lirua për t'u eliminuar përfundimisht. Me vdekjen e tij shpëtonin nga sikleti jo vetëm politikanët e majt që ishin në pushtet, por edhe ata të djathtë, për të cilët Tropoja ishte kthyer në një makth. Fatmir Haklej dhe Jaho Mulosmani ishin jashtë radhëve të policisë. Lëvizjet e tyre u kthyen në gjysmë legale pasi i ruheshin jo vetëm atyre që u ishin betuar për t'i ekzekutuar, por edhe arrestimit nga policia. Pavarësisht se Fatmir Haklej nuk shfaqej lirisht rrugëve të Bajramcullit, askush në Tropojë nuk guxonte t'ia përmendte emrin, qoftë edhe me zë të ulët. Ai nuk ishte më në policinë e Tropojës, por fakti që u kishte shpëtuar 6 atentateve radhazi, 3 prej të cilave me mina të telekomanduara, e kishte kthyer gati në një mit. Hija e Fatmir Haklejt ishte edhe më e frikshme se prezenca publike e tij në rrugët e Bajramcullit. Ai nisi me një herë hetimet për të zbuluar kush qëndronte pas atentatit me mina të telekomanduara, ku mbetën të vrarë vëllai Halili dhe Feriz Kërnaja. Vrasja në mes të Bajramcullit e Bislim Hykës, edhe pse krejt i pafajshëm në atë që po ndodhte, ishte një mesazh i qartë se kush fshihej pas minave. Rivali kryesor i Haklejt dhe Mulosmanit, drejtori i policisë së Kukësit Jonuz Hyka, ishte larguar nga detyra pas ngjarjes së 4 gushtit. Ai u emërua shef kuadri në repartin special Brisku në kryeqytet, por transferimi i Hykës nga Kukësi në Tiranë nuk i kishte dhënë fund historisë. Gjatë kohës që Haklej dërgjej në spitalin e burgut në kryeqytet ndodhi një tjetër atentat, ku për fat të mirë ish shefi i komisariatit të Tropojës në momentin që u vra Azem Hajdari, mbeti i plagosur. Policia e Tiranës e drejtoi gishtin te Jaho Mulosmani. Motivi ishte fakti që Fatmir Meta raportoi te ministri i Brendshëm se më 12 shtator Jaho ishte në Tiranë dhe kishte shumë mundësi që pikërisht ai ta kishte vrarë deputetin Hajdari. Ish komisari Meta e deklaroi dhe në procesin Hajdari se mbante në trup plumbat e vrasësve të deputetit demokrat. Më 11 tetor 99, kolonel Jonuz Hyka shkon në Bajramcull për të transferuar familjen e tij drejt Tiranës. Ai u kontaktua nga komisar Gani Malushi,
i cili e paralajmëroi të largohej nga tropoja, pasi ishte në rrezik serioz për jetën. Malushi i tha Hykës se nëse lëvizte lirisht nëpër rrugët e Bayramçurrit, ai nuk kishte asnjë mundësi ta mbronte prej plumbave të atyre që ishin betuar për ta vrarë. Komisari i tropojës i premtoi Hykës se transferimin e familjes do t'ja bënte ai me mjetet e policisë, në këmbim të largimit të tij sa më parë nga Bayramçurri. Por Hyka nuk ja vuri veshin këshillës së kolonel Malushit dhe qëndroi për 2 ditë të tjera në tropoj duke u ekspozuar në qytet. Dhe pikërisht kjo moskokçarje e ish drejtorit të Kuksit rezultoi fatale. Mbrëmjen e 13 shtatorit rreth orës 19:20, Hyka po shkonte në banesën e tij në lagjen Partizani i shoqëruar nga Daja. Ata nuk arritën të hynin në pallat. Një breshëri automatiku i la të dy të vdekur në vend. Kjo ngjarje dyfisht ishte një goditje e rëndë jo vetëm për familjen e Hykës, por edhe për autoritetin që shteti po përpiqej të vendoste në tropoj. Përveç se një titullar i lartë i policisë, Jonuz Hyka ishte vëllai i sekretarit të prefekturës së Tiranës dhe i përkiste një familje të lidhur fort me të majtën. Policia e tropojës akuzoi menjëherë për ngjarjen Fatmir Haklejn dhe Yahomul Osmanin, që ishin ndihmuar sipas saj dhe nga një person i tretë. Dyshimet e policisë u mbështetën dhe në faktin që të nesërmen e kësaj ngjarje, shoferi i shikut të tropojës, Salimul Osmani, i cili ishte babai i Yahomul Osmanit, i shpëtoi një atentati të organizuar ndaj tij. Në mëngjesin e 14 tetorit ai po udhëtonte nga banesa e vet në Bujan drejt Bayramçurrit për të shkuar në punë, kur në dalit të fshatit u bë objektivi një atentati me minë të telekomanduar. Për fat të mirë, Mul Osmani shpëtoi vetëm me një plagosje të lehtë, por kjo ngjarje orientoi policinë drejt djalit të tij, i akuzuar për vrasjen e Jonuz Hykës. Vrasja e dyfishte 13 tetorit 99 nuk është provuar kurrë nga drejtësia shqiptare nëse është kryer për Haklejt dhe Mul Osmanit. Madje dosja e saj është arkivuar për mungesë autorësh. Duke ndjer lakun që i kishte ngushtuar së tepërmi, Fatmir Haklej boton në një gazetë një letër të hapur për akuzat e bëra ndaj tij nga opozita dhe lideri i saj Berisha. Haklej fajsoi Berishën se ishte urdhërues i atentateve ndaj tij dhe vëllezërve të vrarë. Ai akuzoi ish-presidentin se ishte përgjegjës dhe për vrasjen e Azem Hajdarit. Prova ku Fatmir Haklej mbështeste akuzat e tij ishte një kasetë e regjistruar gjatë mitingut të PD-s më 22 qershor 97 në Bayramçurri. Një ditë para këtij mitingu mbeti i vrarë ndihmës gjyqtari Sokol Haklej, djali i xhaxhait të Fatmirit. Përpara se të niste mitingu në sheshin Kosova të Bayramçurrit, ku pritej prezantimi i 2 kandidatëve të Partisë Demokratike për tropojën, ndodhi një incident që acaroi së tepërmi situatën. Vëllai i vogël i Haklejve, Ylli, qëlloi me Kalashnikovin pjantin e fonisë nga ku do të fliste presidenti Berisha, duke e nxjerrë atë krejtësisht jashtë përdorimit. Presidenti Berisha hyri në Bayramçurri me masa të rrepta sigurie, i shoqëruar nga 10 trupa të gardës dhe mbështetës të Partisë Demokratike. Por gjatë fjalimit të tij pati një tjetër incident, këtë radhë me shkëlqim Haklejn, i cili lëshoi drejt Berishës sharje dhe fyerje personale. Gjatë këtyre momenteve, fjala e Berishës është ndërprerë disa herë dhe në kasetën e regjistruar dëgohet biseda e tij me shoqëruesit. Presidenti është irrituar së tepërmi kur ka parë një reagim të tillë ndaj vizitës së tij pikërisht në vendlindje. Këtë kasetë Fatmir Haklej ka shënë në dorë nga persona të stafit të presidencës gjatë kohës që erdhën në pushtet socialistët. Fatmir i bëri lidhjen mes fjalëve të Berishës në mitingun e 22 qershorit 97, ku dëgjohet që ai kërkon patjetër arrestimin e shkëlqim Haklejt nga Garda e Republikës. Kjo kaseti është dorëzuar prokurorisë së përgjithshme nga plaku i Haklejve. Madje një kopje të saj e ka marrë dhe prokuroria norvegjeze e çështjes. Prokuroria nuk ka hetuar kurrë nëse kjo kaset përbën një provë ligjore, apo nëse biseda që dëgjohet në të shërbeu si zanafilla e saj që quhet dosja Tropoja.